edhe sot në këtë seancë të radhës plenar për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Aleanca mban qëndrimin e njëjtë, nuk do votojmë kandidatin apo kandidatën për krye parlamentare, sepse është obligim i mazhorancës, në këtë rast është obligim i lëvizjes vetëvendose për sigurimin e votave. Ne do bëjmë qëndrimin e njëjtë, nuk do votojmë. Pra nuk e votoni zërin Alberina Agjiu, apo nuk e votoni asnjë kandidat? Nuk e dim, në fakt nuk e dim edhe cili do të jetë kandidati apo kandidatja, ka ndryshuar qëndrim lëvizja vetëvendosja Aleanca për zhbllokimin e kësaj situate. Në një rast të caktuar i ka dhënë 2 emra të cilët do e kishin pas votën tonë. Lëvizja vetëvendosja i ka detyruar ato 2 kandidatë, 2 deputete të nderuar që dalin të prononcohen se partia vendos se kush do të jetë kandidat dhe jo dikush tjetër, prandaj ne do të vazhdojmë me qëndrimin një. Atëherë nëse ndoshta do të diskutojmë si grup, po megjithatë ne do të vazhdojmë një. Ne nuk e dim se kush do të jetë sot kandidat apo kandidatja. Në raste të caktuara ne do ta shqyrtojmë, por përpos atyre dyve nuk kemi qëndrim për po një herë për një herë. Po është edhe e lexova veç ftesat në formën dhe mënyrën se si janë bërë, nuk ka qenë korrekte, sepse duhet të ndahet zgjedhja kryeparlamentare me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, sepse ajo është një procedurë administrative që është e rregulluar me rregullore të kuvendit, se cila parti ju takon nënkryetari i partisë, nënkryetari i kuvendit, dhe tash nuk mundet të jetë njëjtë qëndrimi si për zgjedhjen kryeparlamentare. Për kryeparlamentar duhet të ketë qëndrim politik, duhet të ketë ndonjë koalicion dhe është obligim i lëvizjes vetëvendose për sigurimin e 61 votave, me pas i ketë edhe 61 vota për formimin e qeverisë. Dhe tash ky stopim, këtë formë dhe ftesa që u ka bën, nuk e komendu që është ftesë korrekte, sepse i ka balancuar zgjedhjen e kryeparlamentare duke kurzuar në zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, gjë që nuk është procedurë e njëjtë, sepse ajo është një procedurë krejt tjetër, kjo është krejt tjetër. Nuk e besoj se do i kishim shkuar në takim, ju e dini qëndrimet tona, i kemi pas qëndrimet të qarta dhe asnjëherë nuk kemi hezituar të i bojmë publike edhe para mediumeve. Jo, absolut. Ne mbajmë qëndrimet e njëjta, nuk kemi ndryshuar qëndrim, shumica jemi deputet me përvojë, s'kemi votë për këtë qeveri dhe për kuvendorin. Për zhbllokimin e kësaj situate, thash edhe më parë, kemi propozuar 2 emra, nuk ka s'ka ndosh të krijojnë në një konsenzus apo një temë tjetër, dhe partit tjera kanë thonë që ndoshta me ndryshimin e emrit të kandidatëve për krye parlamentare ndoshta do të votojnë. Po cili a do ta gjejnë një kandidat që ndoshta ka një shok, një mik që do e sigurojë një votë, po megjithatë opinioni gjerë duhet ta di se bllokues të konstituimit të kuvendit është lëvizja vetëvendosja. Faleminderit.